Përshëndetje, nuk do ta besoni, por sot është vërtet një ditë e mrekullueshme pranvere. Ja t'ja u tregoj pak. Shikojeni pak se sa ditë e bukur është. Atëherë po filloj pa humbur kohë që ta bëj drekën dhe të kem më shumë kohë për të dalë në park. Sigurisht që kam zgjedhur të hash shëndetshëm dhe të vazhdoj të ndjek dietën time. Ju ndoshta e dini që tani është pranverë dhe në pranverë gjithmonë gjaku jon ollohet. Kështu që është më mirë të konsumojmë më shpesh perime dhe fruta. Ndiqeni video për të parë se çfarë kam zgjedhur të gatuaj sot për drek. Sigurisht dietike, kështu që vazhdojmë pa humbur kohë. Sot për drek do gatuaj mish pule me perime. Kam marrë një karot, një patate, një qep dhe 2 thelpinj udhër. Do më duhet dhe një kuti me qiqra. Filloj miqrojmë pa humbur kohë perimet, patatet, karotën, udhrat edhe qepën. Dhe pasi i kam larë të gjitha perimet, do filloj që t'i gri në kuba të vegjël. Perimet janë gati. Tani do marr të vendos mbi zjarr një tigan. Do hedhim pak vaj ulliri në të. Do shtojmë si fillim mishin e pulës, që të skuqet pak nga të dyja anët. Pasi është skuqur mishi i pulës, e largojmë fare nga tigani. Dhe po në atë vaj që u skuq mishi, do shtojmë qepën dhe udhërën e grirë. Do t'i skuqim pak së bashku qepën dhe udhërën dhe do të shtojmë pataten dhe karotën për t'i skuqur bashk. Perimet tani janë gati dhe do t'a shtojmë përsëri në tigan mishin e pulës. Do filloj t'ju hedh erza sipër, si fillim këto erzat mikse. Do i hedh piper të zi. Do i hedh goxha, sepse më pëlqen shumë piperi i zi, dhe është një erëz që të bën shumë mirë për stomakun. Do i hedh rigon dhe në fund do i hedh piper të kuq. Kripë unë nuk përdor fare. I përzjeva pak sa të marrin erëzat dhe tani do shtoj ujin e nxehtë. Tani do t'i lej që të zjejnë në zjarr të avashët, jo në grad të lartë. Tani është gati. Perimet dhe mishi kanë zier, e kanë pirë ujin. Qiqrat po i shtoj në fund, sepse ato nuk duan shumë që të zjejnë, po i hedh vetëm që të marrin shijen e perimeve dhe shijen e mishit. Po e fik fare sobën dhe po i le të valojnë në nxehtësinë e plitës. Dhe ja, sa të shijshme që duken dhe sa aromë të mirë që mbajnë. Sallatë nuk po bëj, por po përgatis këta kungujt e vegjël sepse i kisha gati që nga darka e mbrëmshme. Po ju përgatis një lloj salce me kos dhe me erza. E përziej mirë kosin me erzat dhe e hedhim sipër kungujve. Do i shtoj sipër vetëm pak vaj ulliri dhe janë gati. Një vak të plot me vlera ushqyese dhe shumë i thjeshtë për t'u përgatitur. Shpresoj që ta provoni. Kjo ishte dhe dreka ime për sot. Ju falenderoj që e ndoqët këtë video deri në fund. Mos harroni të bëni like dhe të lini komente rreth gatimeve të mia. Mos harroni të bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim. Vazhdoni të qëndroni në këtë komunitet për më shumë receta, këshilla diete, histori reale dhe gjëra që ju dëshironi të më pyesni. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!